Pika e dytë është shqyrtimi projekt ligjit numër 09 për LV003 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore, për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore. Pas aprovimit në qeveri, projekt ligji procedohet për ratifikim Kuvendit të Republikës së Kosovës. Për më shumë e ftoj Ministrin e Financave, zotëri Kuranotin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Fillimisht dua t'ju uroj gjithëve pra mandatin e ri qeverisës, na prift të mbara, ashtu si sta edhe kryeministri. Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave në kuadër të angazhimit drejt financimit qëndrueshëm të shpenzimeve publike dhe zhvillimit bashkëpunimit financiar me institucionet ndërkombëtare financiare, kanë nënshkruar pra me 18 prill të vitit 2024 marrëveshjen e kredisë për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër. Ky ka qenë një program përmes të cilit pra Kosovës i sigurohet përkrahje buxhetore në vlerë prej 90.3 milion euro, dhe kjo vjen pasi që Kosova i ka përmbushur të gjitha pra objektivat dhe aktivitetet e dakorduara me Bankën Botërore, përfshi këtu edhe reforma të ndryshme ligjore. Politika zhvillimore janë kryesisht pra në formë të ligjeve dhe akteve tjera administrative, të cilat kanë si synim të sigurojnë stabilitet afatgjat makroekonomik dhe fiskal dhe të promovojnë rritjen e qëndrueshme ekonomike. Këto politika zhvillimore janë arritur të përfunduar pra me sukses përgjatë mandatit të qeverisë Kurti 2. Marrëveshja financiare, siç e thash, ka vlerën totale prej 90.3 milion euro në formë të mbështetjes buxhetore, pra përdorimi i mjeteve është i lirë, nuk është i kufizuar apo i përcaktuar, ndërkaq sa i përket kushteve të financimit, pra maturiteti apo periudha e kthimit është 12 vjet, ku 6 vitet e para janë grace periudhë, ndërkaq norma e interesit është 0%. Pra krejt çfarë duhet është pas 6 viteve të fillojmë të kthejmë kredin, por pa paguar interes në asnjë vit prej kësaj periudhe 12 vjeçare. Andaj konsideruar pra rëndësinë e kësaj marrëveshje financimi dhe kushtet jashtëzakonisht të mira financiare sa i përket kësaj marrëveshje, ju ftoj që ta miratojmë dhe ta riprocedojmë në kuvend për ratifikim. Faleminderit. Faleminderit Ministri Murati, do fjalën dikush për diskutim? Me që jo i ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.